A na ka ndodhur të gjithëve të kalojmë orë të tëra duke studiuar diçka edhe të ndjehemi absolutisht të sigurt se e kemi kuptuar, vetëm për të zbuluar më vonë se në fakt nuk marr mend pothuajse asgjë? E pra, pikërisht këto ndjenja frustruese është ajo që do të analizojmë sot. Iluzioni i të mësuarit, një kurth psikologjik në të cilin, siç do ta shohim, bien pothuajse të gjithë. Le t'i hyjmë pak më thellë kësaj pyetjeje që me siguri na ka munduar të gjithëve. Pse ai informacioni që ishim kaq të bindur se e kishim përvetësuar, thjesht avullon nga mendja jon, pikërisht atëherë kur na duhet më shumë? Ky frustrim i përbashkët është në fakt piknisja perfekte për të kuptuar se çfarë po ndodh realisht brenda trurit ton. Imagjinoni pak të scenar kaq të njohur. Jeni ulur, po lexoni një kapitull. Fjalët rrjedhin, konceptet duken të qarta dhe ndjeni atë valën e besimit, atë mendimin, "Okej, e kuptova." Por të nesërmen, kur provoni t'ia shpjegoni dikujt ato ide, përballeni me asgjë, një mur bosh. Dhe dua ta them qartë, kjo nuk është shenjë dështimi. Është një fenomen njohës universal që prek edhe mendjet më të ndritura. Pra, para se të flasim për zgjidhje, duhet të bëjmë diçka thelbësore, të vendosim një diagnozë të saktë. Në këtë pjesë të parë, do ta zbërthejmë këtë ndjenjë arese për të kuptuar saktësisht se çfarë është ky problem dhe cilat janë rrënjët e tij psikologjike. Dhe këtu arrim në zemrën e çështjes. Iluzioni i të mësuarit është pikërisht ky hendek mashtrues midis asaj që ndjejmë se dim dhe asaj që realisht mund të rikujtojmë dhe të përdorim. Dhe përsëri, kjo nuk ka lidhje me inteligjencën. Është thjesht një trik që trurin ynë, duke kërkuar gjithmonë rrugën më të lehtë, në luan neve. Atëherë, si krijohet ky iluzion kaq bindës? E po, përgjigjja qëndron në një gabim themelor, por jashtëzakonisht të zakonshëm në mënyrën si truri ynë e përpunon informacionin. Le të shohim pak mekanizmin e këtij fenomeni, kurthi familjaritetit. Kjo është ideja qendrore. Truri ynë e sheh familjaritetin si një rrugë të gjerë dhe të lehtë. Kur i lexojmë diçka, gjithçka duket e lehtë dhe truri ynë gabimisht mendon se kjo lehtësi do të thotë kompetencë, por rruga e vërtet drejt kuptimit është një shteg i ngushtë dhe me mundim. Të njohësh fytyrën e një koncepti nuk do të thotë as pak të dish se si funksionon ai në të vërtetë. Dhe kjo na sjell te një dallim absolutisht thelbësor. Familjariteti është pasiv. Është ajo ndjesia e rehatshme, po këtë e kam parë më parë, por kuptimi i vërtet është një proces aktiv. Është si të ndërtosh diçka, ku merr pjesët dhe i monton për të krijuar diçka të re. Po, kërkon mundim, por vetëm ky proces ndërton një uri të qëndrueshme. E gjithë kjo ide përmbledhet në mënyrë perfekte nga kjo thënie e fuqishme. Njohja nuk është dije. Le ta lëm pak të depërtoj. Ti je në gjendje të identifikosh një ide kur e ke parasyve, është vetëm fillimi. Dija e vërtet, mjeshtria, është aftësia për ta rikrijuar atë ide nga hiçi me fjalët e tua. Tani që e kuptojmë pse ndodh iluzioni, le të kthejmë pasqyrën nga vetja. Do të analizojmë disa nga zakonet më të dashura dhe më të përhapura të studimit, të cilat pa e ditur në fakt po e ushqejnë dhe forcojnë këtë iluzion. Boni gati sepse disa prej tyre mund t'ju duken shumë të njohura. Fajtori numër 1, rileximi. Të gjithë e kemi bërë, dhe duket kaq produktiv, apo jo, sa më shumë e kalojmë tekstin, aq më i njohur bëhet, por ja ku qëndron kurthi. Rileximi ndërton një familiaritet të fortë, por jo kuptim. Sa herë e rilexoni, truri thot, këtë e di, por thjesht po njeh fjalët, jo po përpunon idet, dhe kjo krijon një ndjenjë sigurie të rrezikshme dhe krejtësisht të rreme. Pastaj vjen shoku i ngushtë i rileximit, nënvizimi. Ajo lëvizja e markerit mbi faqe na jep një ndjesi kënaqësie, sikur po gdhendim një huri në tru. Por shumicën e kohës, ky është thjesht një aktivitet mekanik i dorës, jo i mendjes. Përfundojmë duke ngjyrosur fjali që tingëllojnë të rëndësishme, pa bërë atë përpjekjen mendore për t'i deshifruar dhe lidhur ato. Këtu ngatrojmë lëvizjen fizike me angazhimin kognitiv. Dhe sigurisht, në epokën e YouTube dhe kurseve online, kemi kurthin modern të shikimit pasiv. Tutorialet janë mjete fantastike, por ka një rrezik të madh. Të shikosh një ekspert të shpjegojë diçka me qartësi kristal nuk është as pak e njëjta gjë me ta kuptosh atë vetë. Qartësia e tyre krijon iluzionin se njohuria është transferuar magjikisht në trurin tënd, kur në fakt ke qenë thjesht një spektator. Atëherë, cila është lidhja mes gjitha këtyre metodave? Pse dështojnë? Sepse të gjitha anashkalojnë një element thelbësor, përpjekjen aktive. Ato krijojnë një rrugë të shkurtër drejt familjaritetit, por nuk e detyrojnë trurin të bëjë punën e vërtetë dhe të vështirë, të ndërtojë lidhje të forta nervore. Dhe pa ato lidhje nuk ka rikujtim afatgjatë. Pik. Okej, mjaft me lajme të këqija.
Tani që e kemi diagnostikuar problemin dhe kemi identifikuar fajtorët, është koha të kalojmë te pjesa më e rëndësishme, zgjidhjet. Për fakt të mirë, shkenca kognitive na ofron strategji të provuara që na ndihmojnë të dalim nga iluzioni dhe të ndërtojmë një mësim të vërtetë dhe të qëndrueshëm. Këtu do të prezantoj një ide që mund të duket pak e çuditshme në fillim, por është thelsi për gjithçka. Të mësuarit efektiv nuk duhet të jetë i lehtë. Psikologët e quajnë këtë koncept të fuqishëm vështirësi të dëshirueshme. Mendojeni kështu. Këto janë si peshat në palestër për trurin, janë pengesa të vogla që detyrojnë mendjen të sforcohet dhe pikërisht këtë sforco e gëdhen informacionin thellë në kujtesë. Po si duken këto vështirësi në praktik? Ja disa strategji të arta. Në vend të rileximit bëni rikujtim aktiv, mbyllini librin dhe testoni veten. Në vend të seancave maraton, përdorni përsëritjen me hapësira. Studioni pak, por shpesh. Përzjeni temat në vend që t'i studioni në bloqe të izoluara dhe ndoshta më e fuqishmja nga gjitha, provoni t'ia shpjegoni dikujt tjetër. Po, të gjitha këto kërkojnë në shumë mundim në fillim, por kthimi i investimit në të mësuar është thjesht eksponencial. Dhe duke folur për shpjegimin, kjo na sjell te një nga mjetet më elegante dhe më efektive për të shkatruar iluzionin e të mësuarit. Është një teknik aq e thjeshtë sa edhe gjeniale, e njohur si teknika Feynman. Bukuria e kësaj teknike qëndron në thjeshtësinë e saj gjeniale. Këto 4 hapa janë një test brutalisht i sinqert për njohuritë. Kur e detyroni veten ta shpjegoni një koncept me fjalë aq të thjeshta sa do t'i kuptonte një fëmijë, nuk keni ku të fshiheni. Çdo moment që hezitoni, çdo herë që përdorni zhargon kompleks, sapo keni ndriçuar një boshllëk në kuptimin tuaj, është si një detektor gënjeshtrash për të mësuarit. Dhe kështu, kemi bërë një udhëtim të plotë, nga diagnoza e iluzionit, te kuptimi i shkaqeve të tij e deri te strategjitë konkrete për ta mposhtur. Tani, le t'i lidhim të gjitha fijet së bashku dhe të përmbledhim rrugën nga iluzioni drejt mjeshtrisë së vërtetë. Kjo analogji e fuqishme na kujton se ky problem nuk është diçka e re. Ashtu si robërit në shpellën e Platonit, të cilët shihnin vetëm hijet në mur dhe i merrnin për realitet, edhe ne shpesh shohim vetëm hijen e kuptimit. Pra, familiaritetin dhe e ngatrojmë me sendin e vërtet. Në fund të ditës, gjithçka përmblidhet në këtë dallim thelbësor. Nëse duhet të mbani mend vetëm një gjë, le të jetë kjo. Të mësuarit nuk është diçka që na ndodh pasivisht, është diçka që e bëjmë aktivisht. Kalimi nga të qenit një enë boshe që pret të mbushet në të qenit një ndërtues aktiv i dijes është hapi vendimtar nga iluzioni drejt mjeshtrisë. Pra, mesazhi përfundimtar është ky: ndryshoni marrëdhënien me vështirësinë. Pranimi se të mësuarit e vërtet duhet të jetë pak i pakëndshëm është çlirues. Herën tjetër që ndjeni atë lodhja mendore, ato moment kur duhet të ndaleni dhe të mendoni vërtet, mos u dekurajoni, festojeni. Ai është sinjali më i qartë se po ndërtoni dije reale dhe të qëndrueshme, jo thjesht iluzionin e rehatshëm të familjaritetit. Dhe kështu, po e mbyllim me një pyetje për ta marrë me vete. Herën tjetër që uleni për të mësuar diçka, qoftë nga një libër, një video apo një leksion, daloni për një moment dhe bëni pyetjen vendimtare. A është ky një proces aktiv apo thjesht familjar? A jemi ndërtues apo thjesht vëzhgues? Përgjigjja ndaj kësaj pyetjeje ka fuqinë të transformojë plotësisht mënyrën se si mësojmë.